Mendoj një neshe rradhe. Elbasani tash me këtë moral që ka, me këtë gjendje që ka, dhe vendin e parë e ka meritu. Besoj që kjo neshe duhet vlerësu, sepse si do që tjetë Partizani është ekip me emër, po unë menoj që ne ndryhim për 3 pikë. Elbasani për shumë javësh po ndan vendin e parë me skuadrën vllaznisë. Si keni parë udhëtimin e skuadrës deri tani? Ka një kolektivitet si vjetë, ekipi është harmonizuar shumë mirë, 3 repartet punojnë shumë mirë me njëra tjetrën. Besoj që deri tash kolektiviteti dhe shpirti i garës me fel është ajo që na karakterizon ne si Elbasan. Synimi i skuadrës është Final Four, me atë që ka treguar deri tani, mendon që do t'ja arrijë ndryshe nga sezoni i kaluar? Unë mendoj që si vetë do të arrijmë, ndoshta edhe pak më lart. Megjithatë neshet vijnë 1 nga 1, po të bëjmë vlerësim maksimal gjithë nesheve, siç po punojnë. Ndeshja e fundit me Dinamo dha një impuls tjetër të tregojë që ne jemi ekip edhe me karakter, edhe taktikisht lëm shumë bukur, edhe dim dalim për një transicione shumë mirë. Po të kishim shfrytzuar dhe rastin e Djalos, mund të them që nesha nuk do ishte barazitë, mund edhe ta kishim fituar këtë neshë. Cilën shesjarë më të fortë të skuadrës? Unë mendoj kolektiviteti. Repartet janë ndërtuara shumë mirë me njëri tjetrin. Besoj që trajneri ka bërë punën e vet, ka një dorë shumë në ekip, i ka bërë gjithë harmonik dhe unë mendoj që kanë shpirt gare të jashtëzakonshëm si vetë.